Para disa kohe, kur tifozat anglez ja bojnë 8-2 një media nga Izrael. Atëhere, hajde ta ndëgjojnë, a pastaj kam do fjallë për këtë pjesë. Sinqerisht më të kënaq zemra kur shumica e botës ja ka nisë me kuptue që Izraeli është shteti ma terrorist që ekziston në botë, sepse ka vro e ka masakru shumë fëmijë e shumë nëna. Që nga fillimi I luftës në tetor të vitit 2023, 73.000 fëmijë janë vrarë deri tash. Po ashtu, edhe 38.000 vajza dhe gra janë vrarë që nga fillimi I luftës në Gaza në tetor të vitit 2023. Po elhamdulillah prej Zotit që Zotit na shamonët me vanue, po kur s'monët më të harrue. E prandaj ka dale janë të e kuptue shumica e botës që Izraeli është shteti ma terrorist që ekziston në botë. Kurse disa shqiptarë më ofendojnë mu veç pse jëm kundra Izraelit. Nuk muna unë me konë, o njerëz, nuk muna me konë me një shtet që ka vro e ka masakru fëmijë. Tonë quen e thujnë këtë pjesëm se nuk e ka njohë Palestina Kosovë. Populli e ka njoft Kosovën, po presidenti I Palestinës, qatë që u koni lidhë me Izraelin, nuk na ka njoft neve para qasoj kohë. E tash nuk mënet më të njohë Palestina që halon nuk është shtetën vetë. Po qa kini me I thonë kësoj pjesës, dhe më thonë Serbia I falenderën 21 shtete që nuk e njohën Kosovën. Qore këtu qysh pa lexon një, dhe më thonë, jo që I në dashtëm për shqiptarin, qysh për lexoj që të? Vatikani e të lexue. Pse nuk e të na njohë Vatikani? A konë që kjo Vatikani që ju ka shti me pri shkollën për një kish? Pse nuk e të na njohë tashi? Sepse po deni mu ka për Palestine, pse nuk I përmeni këtë tema? Jo që e dëni shqiptarin fort, edhe në me të ndurt juve shqiptaria. Po dasht I lume Allah, I sholla sa ma shpesh lirohet Palestina edhe fundoset Izraeli.